CNN, djekja penale e Raul Castros po rrit në mënyrë të rrezikshme tensionet që bëha Kubë. Ndjekja penale e ish liderit kubanez Raul Castro nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara mund të shkatërrojë çdo mundësi të mbetur mirëkuptimi midis Washingtonit dhe Havanës dhe madje të çojë në një përballje të hapur ushtarake, analizon CNN. Padia ndaj ish udhëheqësit 94 vjeçar kubanez u ngrit në Miami, në epicendrin e mërgjimtarëve kuban në Shtetet e Bashkuara, në të njëjtin ditë që diaspora kubaneze festoi pavarësinë e saj nga Spanja. Për shumë kuban disident, çështja shihet si një justifikim historik për rrëzimin në vitin 1996 të 2 aeroplanëve që përkisnin organizatës vëllezërit për shpëtimin, i cili vrau 4 kubano-amerikanë. Komuniteti kubanez i mërgjimtarëve në Miami beson se regjimi i Havanës është në gjendje të shpërbërë dhe se presioni në rritje mund të përshpejtojë rrëzimin e tij përfundimtar.